Përshëndetje edhe njëherë për ju Besian në studio dhe për gjithë shikuesit të cilët sapo janë inkuadruar dhe po shoqëruar me programin e mëngjesit dhe në ekranin e KTV-s. Të gjithë ata të cilët nuk kanë pasur mundësi që të ndjekin lidhjen time të parë direkte, ku edhe paralajmërova një lidhje të dytë direkte me kryetarin e Zbashkut, pra sindikatës së bashkuar të arsimit, zotrin Rahman Jasharaj, me cilin do të flasim në lidhje me mosnjohjen e kontributeve të viteve të 90-ta për mësimdhënësit kudo në Kosovë. Zbashku në këtë rast po kërkon pra ndryshimin apo plotësimin e ligjit për njohjen e skemës pensionale, ku sot do ta dërgojnë edhe kërkesën tek avokati i popullit. E këtu shumë pranvetës në hapësirat të bukura të menzës së studentëve, të qendrës së studentëve këtu në Prishtinë, do të bisedojmë me kryetarin e kësaj sindikate, zotrin Rahman Jasharaj. Mirëmëngjesi zotri Jasharaj, faleminderit për kohën. Mirëmëngjesi për ju, mirëmëngjesi për ata në studio dhe për gjithë shikuesit kudo janë. Atëherë edhe unë e paralajmërova, mirë po ne po fillojmë pak më ndryshe, si ke filluar ditën sot, e di që keni udhëtuar prej Pejës në Prishtinë për të marrë pjesë ekskluzivisht në këtë lidhje direkte, kështu që unë të falenderoj personalisht. Po në ndihem mirë me mediat dhe i falenderoj mediat që kanë qenë korrekte me ne, t'ju them vërtet nuk është lehtë dhe ja që po paraqitet rasti i ri, çështja pse sot do ta vizitojmë dhe do të na pret zoti avokati i popullit është, nga se kemi bërë takime edhe me grupet parlamentare, me dëshirë më të madhe po presim takim me shefin e grupit parlamentar të vetëvendosur, sepse ata kanë numër të votave, edhe çështja që të jemi qartë me shikuesit dhe me kolegët e mi ku do janë është se qeveria Kurti e pastaj parlamenti bën ca ndryshime në ligjin për skemat pensionale të financuar nga shteti, të gjithë i kanë dur trokit nga se u fol dhe u tha se do të njihen vite kontributdhënëse edhe për ata që i kanë debuar dhunshëm pushtuesi serb nga puna. Neve këto vite na janë njohur si kontributdhënëse me ligjin që ishte për skemat pensionale në 8.6 dhe ne kishim edhe një ligj shtesë në shej respekti për vitet 90-ta, punëtorët e arsimit që kanë punuar në ato vite, karshi pensionit punës merrnin edhe një shtesë pra në shej respekti për vitet 90-ta, mirë po me ndryshimet që i bëri qeveria Kurti dhe votuan në parlament, një pjesë e deputetëve besoj nuk e kanë ditur çfarë pasoja do të ketë. Janë dy momente që në arsim mohojnë të drejtën e fituar. Në një mohohet pika 6 e 98 ligjit për skemat pensionale, i cili thotë se vitet 90-ta njihen si vite kontributdhënëse të punësuarve në sektorin e arsimit që kanë punuar në ato vite me plan programet e Republikës Kosovës dhe në dy zvoglohet edhe ajo pjesa që na garantohet me ligjin tjetër, nga se ky ligj tjetër dhe udhëzimet na garantonin si vite e ditë e muaj kontributdhënëse deri 31 tetori i vitit 99 kur ne u desh ta zgjasim atë vit shkollor sepse u bën një zhvendosje popullatës. Popullata ishte në Shqipëri, në Maqedoni, ku ne organizuam shkollimin, por ishin pak muaj dhe u desh edhe ca muaj që ta mbyllim atë vit shkollor. Edhe kjo na u shkurtua dhe çka është ironike me ndryshimet thot, atje ndryshimi, një nëni ndryshimit thot se vitet 90-ta numërohen si vite, si numra, por kur bëhet për shkallëzimi i pensionit punës, mirën vetëm vitet nga që janë në krahinën socialiste, atëhershme autonome çkadiun të Kosovës, dhe mirën deri me 1 janar 90. Pra, vitet 90-ta që ne i konsiderojmë të shejta, nuk hynë tash si vite kontributdhënëse, por hynë vetëm si vite për ta plotësuar kriterin e çuditshëm 15 vjet duhet t'i kesh kontributdhënëse. Pra, qeveria Kurti me ndryshimet në këtë skem shkeli dy të drejtat fituara, shkeli nenin 8.6 ku neve veç na njiheshin si kontributdhënëse vitet 90-ta dhe kushdo që i kishte edhe 6 vite delte me pension të plot dhe na u prek edhe ligji për statutin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës Kosovës, nga se u shkurtua ajo që na ishte njohur më parë si vite kontributdhënëse.
ironia e kohës është, si mund të kenë vlerë më shumë vitet në krajinën socialiste, autonome e tjerë, se sa vitet 90-ta, kur mësimdhënësit e Kosovës i thanë jo Serbis, i thanë jo plan programeve serbe dhe asnjë ditë pa e humbur mësim, filluan me mësimin, me dokumentat dhe me plan programet dhe me të gjitha ato me titullin Republika e Kosovës dhe Kurti dhe të tjerët nuk duhet të harrojnë se ato vite ishin të mërësisht të vështira dhe sidomos qershoret, kur policia serbe shkon të shkollë më shkollë, kërkon të vullet që ishin me Republika e Kosovës, diftesat, librezat dhe jo rrallë, po shumë shpesh edhe kujdestar klase e sidomos drejtorët e paguanin këtë qendres për arsimin shqip me dajak dhe kemi edhe rastin që duhet ta kujtoj Kurtin në fshatin Strelc. Drejtori Haki Pavataj, duke i mbrojtur vullet, duke i mbrojtur dokumentet me Republika e Kosovës, e morën dhunshëm nga shkolla duke e rrahur, e dërguan në stacionin famkes të policisë në Deçan dhe ai u kthye familjes i vdekur nga torturat e bëra nga policia e poshtuesit, pikrisht pse ai mbronte vullet në po zotëri Ashara, kështu nga avokati i popullit ai do ta dërgojë mandej kërkesën në gjykatën kushtetuese. Mirë, po çfarë nëse edhe ata nuk do të ndërmarrin diçka? Cilat do të jenë veprimet e juaja të mëtutjes? Bashku nuk ka të drejtë direkt ankesën ta dërgojë në kushtetuese, këtë do ta bëjmë përmes avokatit të popullit. Në mediat e nderuara pam se në njëjtën gjë do ta bëj sot edhe doktor Dreshaj si deputet i Aleancës së Ardhmërisë së Kosovës, edhe ai do të jetë sot te avokati i popullit. Besoj me të njëjtat çështje dhe ne jemi shumë të bindur se avokati i popullit zotri Qelaj si ekspert i fushës pasi të analizoj do të shoh se ndryshimet në skemat pensionale kanë mohuar dy të drejta që ne i kemi fituar arsyeshëm dhe unë besoj se ai do ta dërgojë në kushtetuese sepse është bërë diskriminim tash ndaj nesh. Janë shkel dy të drejtat fituara dhe të drejtat e fituara mbrohen edhe me konventa ndërkombëtare. Pra syti kemi të avokati i popullit dhe të kushtetuesja, nga se po them edhe një herë, është ironike, është e çuditshme dhe nuk ndodh askund në botë që të kërkohet që të njihen ca vite në një krijesë të atëhershme kundër të cilës ne kemi qenë dhe ne kemi luftuar e jemi angazhuar me takatin ton për Republikën e Kosovës dhe nuk është mirë na mohohen si vite kontributdhënëse vitet 90-ta, sepse këto vite Patjetër, vetëm se pyetja ime ishte çfarë do të ndërmerrni ju nëse ata nuk do të bëjnë diçka në këtë drejtim. Ju si bashk, çfarë do të bëni? Ne duke parë praktikat e gjykatës kushtetuese jemi të sigurt se gjykata kushtetuese pas analizave që do t'i bëj do të merr verdikt të drejtë dhe do ta hedh poshtë këtë pjesën e ndryshimeve që janë bërë në skemat pensionale, do ta urdhëroj parlamentin dhe qeverinë që t'i përmirësoj dhe unë jam i sigurt se një shumicë e deputetëve edhe të vendvendosjes ka limthi në shpejtësi duke menduar se po bëjnë nder ndaj atyre që janë debuar dhe po pranojnë vitet 90-ta e kanë kaluar këtë ligj pa analizuar mirë. Jam i sigurt se kur bën sugjerime kushtetuesja, këta deputet, edhe të vendvendosjes, shumica, edhe opozita do të votojnë që këto ndryshimet e bëra kaq keq të hiqen dhe të bëhen ndryshimet ashtu siç duhet, të ju njihen edhe atyre që i ka debu pushtuesi dhunshëm si vite kontribut vitet 90-ta dhe të mos na cenohet ne e drejta që e kemi fituar çemati. Do të ketë grevë në rast se nuk plotësohen këto? Nuk mund të paralajmëroj diçka të tillë nga se kjo varet nga antarësia, por ajo që jam i sigurt dhe dua besoj e dua t'i besoj shumë edhe avokatit popullit, dua të besoj edhe institucioneve drejtësisë edhe gjykatës kushtetuese e cila po them shumicën e rasteve është treguar e dënj dhe e drejtë. Unë jam i sigurt se nuk do të shkojmë deri aty sepse gjykata kushtetuese do t'i hedh poshtë këto ndryshime që janë bërë. Nuk po them që qeveria i ka bërë me qëllim, por i bëri keq sepse goditi pikrisht në vitet që ne i konsiderojmë të çajta. Po mohoni mbajtjen në një greve normalisht. Asnjëherë si kryetari i Zbashkut nuk ka mohuar një gjë të tillë, sepse unë nuk e nisi as nuk e mbylli ndonjë grevë, por kurdoherë që antarësia e
sindikatës sonë, bashkë me sindikata tjera në kuadër BSPK-s, e shetë e udhës për të bërë ndonjë veprim sindikal, unë jam i obliguar sa të jam kryetar që të jem në ballë të këtij aktiviteti. Pra, çka do që të kërkoj antarësia e së bashkut, unë do t'i pri atij aktiviteti, qoftë në të ardhmen ndonjë protestë, qoftë në të ardhmen ndonjë grevë, dhe le të vazhdojnë e le të më shajnë, sepse unë e kryj detyrën time dhe unë i përgjigjem vetëm antarësisë dhe jam më njeriu krenar në Kosovë, sepse ata po shihet edhe në këto situata po mbesojnë dhe unë jam i nderuar me besimin e tyre, të cilin nuk e hedh poshtë asnjëherë, por do ta ruaj sepse është diçka e shenjtë. Faleminderit shumë edhe një herë për gjithë kohën edhe këto informacione që na i dha sot zotria Sharaj. Kënaqësi. Ju pritet marrë suksese juve. Atëherë